fitnet përhapen kur mungon dija. Imam Ibnul Qayyim, Allahu mëshiroft, ka thënë, fitnet janë dy llojesh, fitnet e dyshimeve, të cilat janë më shkatërrueset, dhe fitnet e epsheve. Pastaj jep sqarimet e detajuara për secilin prej tyre dhe thotë, prej të parës lindin bidatet, kurse prej të dytës lindin mëkatet. Dhe në mënyrë përmbledhëse tregon se ajo që i bashkon të dyja është ignoranca, domethënë mosnjohja e fesë. Përkushtojuni mësimit të teksteve bazë të akides, mësojeni tauhidin sipas kuptimit të selefëve dhe bëjeni dijen fortesën tuaj. Së dyti, qëndroni me mësimet, përgjigjet, sqarimet dhe udhëzimet e dietarëve të mëdhenj. Kur ndodhin sprova të mëdha dhe mendimet përplasen në rrjetet sociale, mos u jepni vesh zërave të atyre që nxitojnë të flasin. Përmbajuni dietarëve të rinjosur në dije. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë, njerëzit do të vazhdojnë të jenë mirësi për sa kohë që e marrin dijen nga të mëdhenjt, besnikët dhe dietarët. Kur ta marrin ata nga të vegjëlit dhe nga njerëzit e këqij, do të shkatrohen. Po kështu Imam Al-Barbahari, Allahu mëshiroft, në librin Sharhus Sunne ka thënë, Allahu të mëshiroft, çdo fjalë që dëgjon nga njerëzit e kohës sate, mos u nxito dhe mos hyr në asgjë prej tyre, derisa të pyesësh dhe të shohësh a e ka thënë këtë ndonjë prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose ndonjë prej dietarëve. Së treti, shtojeni adhurimin në kohën e fitneve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, adhurimi në kohën e trazirave është si të bësh hijret tek unë, transmeton Muslimi. Kur njerëzit merren me thashetheme, polemika dhe fjalë të kota, ju merruni me rregullimin e zemrave tuaja, me namazin e natës, me leximin e librit të Zotit tuaj. Adhurimet dhe veprat vullnetare janë ndër shkaqet më të mëdha të qëndrueshmërisë që Allahu i adhuron robit. Allahu i lartësuar ka thënë, "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita." E sikur të vepronin ata ashtu siç këshilloheshin, kjo për ata do të ishte më mirë dhe do të ishin më të qëndrueshëm. Së katërti, ruhuni nga dëgjimi dhe shikimi i panevojshëm i dyshimeve. Mos ja hapni veshët atyre dhe mos ja hapni vetes dyert e dyshimeve me arsyetimin se doni t'i njihni ose t'u përgjigjeni atyre. Zemrat janë të dobta, ndërsa dyshimet rrëmbejnë shpejt. Imam Ibn Taymi, Allahu mëshiroft, e porosiste nxënësin e tij Ibnul Qayyim me këtë rregull madhështore në largimin e dyshimeve. Thoshte, mos e bëj zemrën tënde si sfungjer, që thith çdo kundërshtim dhe dyshim. Përkundrazi, bëje atë si një xham i fortë, që dyshimet i kalojnë nga jashtë, por nuk depërtojnë në të dhe nuk ngjiten në të.